Besoj se nuk më duhet më shumë se 1 minutë e gjysëm për të vënë në duke një gjë që Amerikanët nuk kanë politikë të tyre në lindjen e mesme. Politika amerikane në lindjen e mesme është politika e Izraelit, është diktuar totalisht nga Izraeli. Dhe në një farë mënyrë Izraeli me politikën e vet për lindjen e mesme është një litar në qafën e Amerikës dhe shumë e kushtueshme. Në këtë këndvështrim janë edhe gjitha lëvizjet të flotës së njëjtë. Dhe në këtë këndvështrim janë edhe këta këtu. Pra, këta këtu janë në funksion të politikës amerikane që është në shërbim të politikës Izraelit për lindjen e mesme. Po, ndërkohë, megjithatë duket që influenca e tyre brenda Iranit është zero. Po atëherë për çfarë duhet? Sepse është një detyrë moral që i kanë mbajtur dhe nuk mund t'i linin që të vdisnin rrugë. Nuk është se kanë një influencë. Okej. Andoni? Unë besoj që në Amerikë kanë harruar fare. Dhe është kusuri i Shqipërisë që është këtu, sepse vetëm në analizën sosiore thash 5.000 veta se janë këta për kundrejt 90 milionëve është hiç, po urrejtja që është në Iran për këta është e paimagjinueshme. Urrejtja në Iran? Edhe për njerëzit e zakonshëm. Po pse? Po është sepse janë të lidhur me shumë aksione terroriste. Këta kanë pasur për shumë aksione terroriste. Kur? Në kohën kur kanë qenë, sidomos në kohën pas revolucionit apo pas revolucionit, në kohën e luftës Irak-Iran. Duhet të them një element. Ka zhvillime shumë interesante në Iran përsa i përket emancipimit të fesë. Domethënë kjo lidhet me që po flasim për gjeneratët. Kjo është gjenerata X. Gjenerata X ka evoluar jashtëzakonisht nga viti 79. Në 2020 për shembull në Iran thonin 50% nuk deklaroheshin më për fen, ndërsa në mas kur kanë bërë një anketim ka qenë shumë i çuditshëm. 70% ishin kundër masave drastike të fesë. Personalisht mendoj që ndryshimi në Iran mund të vinë nga poshtë si reformim i sistemit fetar. Sepse feja është dhe ideologji praktikisht atë. Pse them këtë? Në protest kanë marrë pjesë çuditërisht dhe shumë individ të religionit. Edhe atje ka mungesë të autoritetit, por ka një lloj lirie më të madhe brenda shive se sa sunitëve. Qartë. Dhe kjo mund të jetë ajo që mund të reformojë edhe pushtetin deri sipër tek Ayatollahu. Dhe kjo në mendimin tim mund të jetë një augur i mirë për Iranin e të ardhmen. Ali Bali. Jo, unë paktën nga burimet e mia nuk mendoj që kanë zero mbështetje në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë jam çuditur madje që ka mbështetje si nga republikanët dhe nga demokratët. Kjo është pjesë e propagandës. Në nivel, unë po them pa propagandë, në nivel, me ato nivele që njohur, në nivel kongresmenës dhe përfaqësuesish të dhomës përfaqësuesve dhe senatit. Megjithatë edhe unë mendoj si ambasadori që brenda Iranit nuk kanë asnjë lloj influence. Ata kanë vite, 10 vjeçar që janë larguar nga Irani. Aksionet e tyre brenda Iranit janë me vite janë zero, kanë qenë në përkampe në Irak për një periudhë të madhe kohë dhe për shkak të luftës Iran-Irak nga populli iranian kanë qenë të stigmatizuar si të strehuar nga armiku dhe prandaj u goditën atje dhe pastaj i sollën këtu. Unë mendoj që çështja iraniane ose kjo krizë e madhe që ka shpërthyer, mendoj që do të ketë një zgjidhje, që zgjidhja nuk do jetë përsëris radikale, por do jetë një zgjidhje e cila do të pranohet, domethënë nga të dy palët dhe deklarata e para ca kohësh e djeshme në duket e ministrit jashtëm të Iranit në Turqi ishte që janë të hapur për dialog, po pa kushtet të caktuara. Nuk është era e parë që e kanë thënë. Këtë punën e dialogut e kanë thënë herë pas here, ulemi dakord, ulemi bisedojmë, por Shu fillojnë palët. Kemi pasur gjithmonë cikle në këtë, domethënë, cikle nga problemi ka qenë sepse ata e ofruan dhe Izraeli i qelloi. Domethënë, u vendos data e bisedime me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ata u qelluan. Dhe kjo ka humbur shumë paritetin mes palëve, domethënë, palët zyrtare të Iranit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Adri. MEK-u është një organizat thellësisht autoritare, komuniste, ka pasur qasë leniniste dhe thyrën pas revolucionit i bashkoi ishin kur rrëzuan shahun, por thyrën e patëm pikërisht nga klerikët, se këta ishin me tendenca ateiste e marksiste. Dhe jo marksiste, domethënë kanë edhe organizimin, strukturën hierarkike dhe peshën e tyre në Iran ka shumë të vogël. Padyshim që shërben Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe për tani idenë e një opozite jashtë, si një lloj elementi iritues ose për opozite organizuar. Organizuar, po edhe një element kështu simbolik, domethënë, se nuk është puna e peshës reale, por për të që ka fraksione, ka pluralizëm, që vetëm po pret e dera sa të rrezohet regjimi. Deri dikur i ka shërbyer edhe në aspektin e inteligjencës, aspektin e ndarjes të informacionit, sidomos për sa përket programit bërthamor. Por pesha atyre reale është minimal. Përveç se një lufte që bën ata kibernetike, një prani të madhe në propagandë, që faktikisht është edhe një shkelje e mirëbesimit, sepse e kanë bërë nga territori i Shqipërisë, kanë bërë akte që ne pastaj na kushtoi kjo gjë, sepse morëm si reprezalje, sulmi më të madh kibernetik të bërë ndaj ndonjë shteti. Po ata nuk ka një peshë reale, atje janë të shkëputur nga realiteti, shoqëria atje ata që duan ndryshim që nuk i përket luftës së ftohtë, po duan ndryshim krejt më të avancuar. Llogaritu pastaj që këta dhe si mosh janë, po themi, janë perëndim të moshës tyre, nuk paramartohen, kanë një lloj disiplinë gjysmë ushtarake me njërin. Pra, ata janë si një rudimenti një epoke që nuk kanë peshë brenda Iranit, edhe sepse në luftën Iran-Irak ata luftuan në krah të Saddam Huseinit. Prandaj, padyshim që për Khamenein edhe për të tjerët, për Ayatollahun aty dhe për të tjerët janë iritues, por nuk përbën një kërcënim real faktikisht, edhe janë thjesht si thuaç një lloj akti humanitar që ka bërë Shqipëria dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke hequr nga lista e grupit terrorist në 2012 dhe duke e sjellë tek neve në 2013 për t'i shpëtuar, sepse në të Irakun e bërë lëmsh, ata ishin target i luftës sektariane që ndodhi atje në mënyrë masive. Ju falenderoj për bisedën, natyrisht edhe juve që na keni ndjekur, ne do të rishihemi përsëri të ënën në orën 20:30. Deri atëherë ju uroj të gjithëve një fundjavë të mbar. Mirupafshim.